Dje në orën 9:50 në SPB Tetov nga qendra urgjente e Tetovës është raportuar se te ata është pranuar një i mitur me lëndime dhe në gjendje të rëndë shëndetësore, i cili për shkak të seriozitetit të lëndimeve është transferuar në kompleksin e klinikave Nëna Teres në Shkup. Pas ndërmarrjes së masave dhe kontrolleve të kryera, është konstatuar se rreth orës 8:30 në rrugën Kiro Ristevski Dërnc në Tetov, një 41 vjeçar nga Tetova, duke lëvizur mbrapa me automjetin e udhëtarëve Volkswagen Touareg, pa targa regjistrimi, me rrotën e pasme, ka përplasur dhe e ka kaluar mbi djalin e tij 6 vjeçar. Në vendngjarje ka kryer ekspertizë një ekipi i SPB Tetov, ndërsa po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 14 zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 39 vjeçar nga fshati e Arc Tetov. Ai dyshohet se më 21 gusht 2026 ka marrë një automjet Renault Clio me targa të Tetovës në pronësi të një 37 vjeçari nga fshati Gjepçisht. Automjeti është gjetur dhe është kthyer pronarit. Dje në ora 18:45 zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Bogovin. Gjatë një kontrolli në komunikacion rrugor në rrugën lokale Pirok Tetov, policia ka ndaluar një motociklet Yamaha pa targa regjistrimi, të cilën e drejtonte personi pa dokumentacionin përkatës dhe pa pasur të dhënë më parë provimin për patent shoferi. Dje në ora 18:30 zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një të mitur 16 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit të komunikacionit në bulevardin Lindenska në Tetov, policia ka ndaluar një moped me targa të Tetovës, të cilin i mituri e drejtonte, pa pasur të dhënë më parë provimin për patent shoferi, përkatësisht pa leje drejtimi. Dje në orën 18:35 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një të mitur 15 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit të komunikacionit, policia ka ndaluar një moped Peugeot me targa të shtipit, të cilën i mituri e drejtonte pa pasur të dhënë më parë provimin për patent shoferi, përkatësisht pa leje drejtimi. Mjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë rastit ndaj tij do të pasojë kallëzim përkatës.